Në kuadër të përmbylljes së vitit që po lëm pas, realizuam një intervistë me kryeshefin e policisë komunale, Amir Mehmeti, ku diskutuam për angazhimin, sfidat dhe rezultatet e arritura gjatë këtij viti në ruajtjen e rendit, sigurisë publike dhe menaxhimin e komunikacionit. Gjatë bisedës, ai vuri theksin në punën e përditshme të policisë komunale, bashkëpunimin me institucionet përkatëse, si dhe rëndësinë e ndërgjegjësimit të qytetarëve për respektimin e rregullave. Një pjesë e veçantë e intervistës i u kushtua dhe organizimit të komunikacionit gjatë manifestimit festiv Sweet December, ku policia komunale ka qenë angazhuar maksimalisht për të garantuar qarkullim sa më të sigurt dhe lëvizje të lehtësuar për qytetarët dhe vizitorët. Sipas kryeshefit, masat e ndërmarra kanë dhënë rezultate pozitive, duke shmangur të llovit dhe incidentet, ndërsa prania ashtuar në terren ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e sigurisë. Si do ta vlerësoni këtë vit nga aspekti i rendit dhe sigurisë publike në komunën tonë? Faleminderit Ekzona. Viti 2025, të them prej janarit deri me ditën e sotshme, na ka vijuar, si e dini se disa herë kemi qenë në emisione, ka qenë viti i mirë, pa aksidente të mëdha, pa aksidente të mëdha, s'kemi pas probleme në terren, jemi munduar të dalim banë punëve që kemi kompetente, në të gjithë segmentet, komunikacion, hapësira publike, muzikës, të objektet përkohshëm, ndërtimit dhe gjitha, besoj që kemi arrit diçka, të them një arritje është ndërtimi i egër, që të them të drejtën 80% është ndaluar. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me të cilat është përballur policia komunale gjatë gjithë vitit? Sfidat, them, fillimi i vitit ka qenë me objektet e përkohshme. Atëherë kemi pasur festën e 1 majit dhe deri për fest majit kemi pasur angazhimin e komunikacion. Pas asaj ka ardhur edhe sezoni turistik. Në sezonin turistik kemi pasur në fillim ndalimin e objekteve që është me ligj të ndaluar, domethënë prej 1 qershorit dhe atëherën kemi pasur lirimin e hapësirave publike, kontrollimin e orarit të punës, kemi pasur muzikat, plazhat dhe gjitha ato çka i kemi kompetencë si sekretariat dhe si polici komunale. A ka pasur rritje apo ulje të shkeljeve të rregullave të komunikacionit krahasuar me vitin e kaluar? Thotë drejtë, kemi pasur pak më shumë shkelje, më shumë këtë vit se vitin e kaluar. Edhe si raport punët e kemi përgatitur edhe kemi pasur më tepër të thotë shkelje në komunikacion, kemi pas shkelje në muzika dhe në zhurmë në pjesën e plazhit të madh, ku aty kemi pasur pak më tepër se vitin e kaluar dhe në gjatë sezonit veror të ndalesave e ndërtimit. Cilat masa ose iniciativa mendoni se kanë dhënë rezultatet më të mira këtë vit? Thash pak më herët, rezultati më i mirë, që jam shumë i kënaqur me gjithë stafin tim, është ndalesa e ndërtimit të egër. Si ka qenë bashkëpunimi me institucionet e tjera dhe qytetarët gjatë gjithë këtij viti? Me gjithë institucionet e filluar për krahësit e kryetarit të komunës, kolegët sekretar, ndërmarrjet publike, policinë e shtetit dhe të gjitha institucionet kemi pas marrëdhënie të mira, ku edhe do t'i kemi edhe në vitin që vjen tani. Besoj që kemi kaluar, e thash në fillim, pa aksidente dhe pa probleme në shërbimin e këtij sekretariati. Këtë vit e dim që manifestimi dhjetori i ëmbël apo Sweet December është organizuar në një pjesë të qytetit tjetër pranë komunës së Ulqinit. Policia komunale
ka pasur një obligim si çdo vit tjetër që të bëj rendin e komunikacionit. Nëse mund të na tregoni si u organizua komunikacioni gjatë manifestimit Sfidë December për të shmangur të llovit dhe bllokimet në qytet. Prej fillimit datës 23 deri me datën 7 janar të vitit 2026, ana majt e bulevardit Gjergj Kasioti Skënderbeu është mbyllur, si e shihni edhe vetë, prej të rrethit deri te rruga lidhëse të 28 dhjetorit. Mendoj që është edhe mbarimi i vitit dhe mbarimi gjysmëvjetorit të shkollës dhe komunikacioni është pak i rëndum. Unë mendoj që edhe i kemi ndalë në banë, sepse i policë komunal i kemi lanë permanent në këtë pjesë të mbikëqyrës, sepse qytetarët ndalohen vend dhe pa vend dhe atëherë bëhet të llovia me automjete. Gjatë vitit të ardhshme, deri që të përfundohet, deri që të hapet kjo rrugë, do të jemi në mbikëqyrje permanente në këtë pjesë, sepse që mos të vinë deri te një bllokatë. Sa i suksesshëm ishte plani i menaxhimit të trafikut gjatë netëve me frekuentim më të madh? Mendoj në natën e dytë, domethënë ishte dhe mram, ka qenë pak komunikacioni i rëndum, por i kemi dalë në banë. Por e thash pak ma herët, i rëndum është në pjesën e tani, në prej orës 9 të mëngjesit deri në orën 2, edhe por do ta bëjmë përpjekje që mos të vinë deri te një bllokim i rrugës. Çfarë roli ka pasur policia komunale në garantimin e sigurisë së mësorëve dhe vizitorëve në këtë manifestim? Rendin komunal do të thotë të mos të vinë deri te një aksident, inshallah, që edhe nuk do të ndodhë, do të jemi aty, por me bashkëpunim me policinë e shtetit do bëjmë kontrollimin e komplet, do të thotë prej orës 7-6 sa është e shënuar, do të mbikëqyrim, do të rrinë aty policët komunal, ashtu edhe policia shtetit, do të mbikëqyrim sepse qytetarët vinë edhe me fëmijë të vegjël, do të kemi pak kujdes në rreta, dhe mendoj që automjetet kur i shohin policët komunal aty, ju kemi thënë që të bëjmë ndalesën e shpejtësisë. Nëse mund të na tregoni si e keni planifikuar vitin 2026 sa i përket policisë komunale? Viti 2026 do të bëjmë përpjekje, nuk ka diçka një ndrrim, pa mendoj si viti 2025. Cilat janë ato synime që ju Synime është rendi komunal, komunikacioni, të vazhdojmë ndalesën e ndërtimit, që mos na dalin jashtë kontrollet, dhe të bëjmë përpjekje në çdo hapësirë ku është parregullësia në qytet. Çfarë mesazhi do t'ju përcjellni qytetarëve në prag të vitit të ri lidhur me respektimin e rregullave të komunikacionit gjatë këtyre netëve? Të them të drejtën, apeli im është që të jenë pak të kenë durim në komunikacion, mos t'i lanë veturat vend dhe pa vend, mos të bëjnë deri te ndonjë bllokim i rrugëve, sepse është rruga duke goditur në pjesën e rrugës së Mediteranit, muj Sinakut, ku sepse kemi shumë të rrugë të lëvizshme, sepse edhe ndërmarrja e Jedinës është në rrugën e Përmetëres duke punuar, dhe të kemi një fije durim dhe të respektojmë rregullat që është me ligj. Dhe për fund, cili do të ishte ai urim që ju i dëshironi të gjithë qytetarëve të Ulqinit për festat e fundvitit? Besoj në këtë vit e përmbyllim bisedën që kemi pasur në TVTU-t, besoj këtë vit, një herë të uroj Krishtlindjet të gjithë fesë katolike, atëherën një uroj edhe vitin e ri 2026 dhe festën tjetër që është festa e Krishtlindjeve të
Shumësisë ortodokse. Në fund të intervistës, kryeshefi përcolli një mesazh falënderimi për qytetarët për bashkëpunimin e treguar, duke i ftuar ata që edhe në ditët festive dhe në vitin e ardhshëm të respektojnë rregullat e komunikacionit në mënyrë që siguria dhe rendi publik të jenë në shërbim të të gjithëve.